Nëse ndalemi të kjo, Sara duhet të pyes po. Po. Unë nuk mendoj njësoj si kolegun fjalë për shkak se, është Big Brother një urlidhse për këto ftyrat e reja, për me kriju një content ma shumë në audiencën shqiptare, po mendoj se Big Brother VIP, ma se quajmë VIP, duhet të jenë pra këngëtar që cilët kanë një bagazh të madh në skenën muzikore, qoftë ato teatrale, edhe mendoj se nuk është vend i duhur për personat të cilët nuk kanë famë. Mendoj se Big Brother VIP, nëse quhet, duhet të jenë personat këngëtar, aktor, të cilët moderator, pse jo gazetar, të cilët kanë shumë vite në skenë, të cilët kontribuojnë në informacione të reja kështu. Ndërkohë që mendoj se banorët e ri nuk janë ashtu VIP ose diçka, shumë pak prej tyre është që i njohemi, edhe mendoj se duhet të jenë më shumë ata që kanë famë më të madhe në Big Brother. Ata që kanë famë të madhe kanë frikë për të dalë nga ajo korniza që kanë ndërtuar ndër vite, si kemi parë shumë është folur që do të ishte Zamfina Ismaili, por duke qenë që ka një karrierë, ka dhe një familje, le të themi një emër për të mbajtur, nuk është aq shumë e lehtë për të